Bojmë që çdo hajtë e bojmë, edhe u bo për një moment edhe shpërtheu gjithçka që nuk e prit shasune, fillu njerëzit të mjoft, filloj një jetë pak ma dinamike për mu ta thëm, edhe mu hapen goxha disa rrugë ta thëm që une veç se i doja mu hap shkaku i muzikës edhe i jetës pak ma në rrjetet sociale, edhe kjo ka një mundësi shumë e mirë për mu ta thëm drejten. Atër të kjo pjesa e TikTokut, sidomos të videot, nuk ka pas nevoj hiq me prit adin deri nesër, me thonë ta sha një kos gjatje që me reagu dhe njerëzit po shkon mrena urve. Që kjo është kanë pjesa ma e çuditshme se është kanë thjesht mrena 2 orëve ose 3 ta thëm, mrena qëtyne orëve që për një me bo një boom, është kanë një pjesë pak ma e interesant, një kamarierë të këndu që as nuk e kena po ma heret, as besa shumica, edhe nuk e kanë guximin e tillë për me dalë, edhe është kanë komentet si shqiptarët, është pjesa që ka pak shojnë, ka pak të ngucin, ka pak familjarët normal për që di, kjo pjesa e parë që nuk më kanë jep ndaj far kritike kështu, se normal prind ja kanë zakon me të kritiku shkaku që me të pa pak ma mirë në disa pjesë, edhe është konë që s'më kanë kritiku, është thjesht mbështetja aty në maksimale. Por nëse flasim për reagimet e masës, kur ai u shkonte në tavolinë për t'ju kënduar, a ka pas rast kur dikush nuk e ka mirëpritur e madje edhe ka refuzuar? Të kërkone të në Kosova t'i adem. Asnjëherë nuk t'i shkoj një musafiri ose dikuj të kënu edhe të shku të shërby. Se është nuk e di une a m'ka qef ose s'm'ka, a m'ka pa, as m'ka pa. Edhe kështu që mas pari normal do t'me thonë ata a mundesh me na kënu ose a ki ko ose diçka kishë qenë knaqësi me t'ni. Edhe normal e kom ba vendin të thujasin zakonisht m'ball t'a gjakit, ofër koka e shpis që thojnë kështu afër njerit ma të vjetër pak, edhe o kanë pjesë e pritshme, nuk ka pas as një rast as i tragjik ose as i acarus që me thonë largom ose që më ka du me më kënu ose diçka, janë konkret pritshme. Bajrami po në faktin se mbështetje mori nga familja dhe miqt, por pati raste dhe jo të këndshme me të cilat u ballafaqua. Realisht këtë pjesë nuk e kam prit, sidomos të kjo pjesa e shoqënisë, kur u bona pak ma viral, është kanë pjesa që thëshin tash ke rrit mene, ti s'na fol mo, ama realisht unë jam i njëjtë, jam shumë i shoqënushëm, ndrysh për njerëzve që më shohin rrjete sociale që e bëj thjesht një video, kur unë e kaloj dikun të thënë shembull me hi live, më thënë masnaj, ti ishe shumë nervoz dhe s'po keshe, unë në rrugë nuk muj me të kesh, se adin është e çuditshme me shku me i kesh një njeri pikë në tjerën pa e njoft. Ama nuk e kom prit për një pjesë të shoqënisë ku kanë ndru sjellje në bazë të kësajna. Besarti Motudjes zbulon se Strada ka përkrahur e madje veçon 2 emra si prezant duke shpërndar punën e tij. Me një shpërthim kaq të madh në rrjetet sociale, është normale që ka mundësi që të shohin krejt. Edhe realisht ka pas artista që më kanë përkrah shumë, edhe që e falenderoj publikisht Labinat Tahiri është kanë personi që më kanë mbështet në atë kohën kur unë nasha mas shumë t'i kom pas nevojë. Se të qenë këtë farë larmije, këtë lloj muzike, me një karrierë kaq gjatë si Labinat Tahiri që krejt e njohim, është kanë kënaqësi me të ndihmu ai ose me t'jep motiv me disa fjalë të mira në momentin kur ndoshta shumicat kanë shajt, kanë bullizu, po janë gjana normale, këtu që realisht nuk ja kom në mendën, ama janë kanë disa përkraje për disa artistave, po pjesa ma e madhe është kanë prej Labinat Tahirit. Rina Balaj është kanë që më ka komentu kur unë ja kom këndu këngë, ja kom bë cover. Ekskluzivisht për emisionin Zoom, Bajrami ka zbuluar se është duke punuar në projekte të reja, që shumë shpejt do i plasoj në treg, e deri atëherë shumë suksese për të. Zakonisht planet që i bëj nuk i tregoj shumë, ama po mendoj që me lancu edhe një muzikë, në verë ose mas verë nuk e di sigur t'hala. Normal shkaku që po mirë na edhe pak me fakultet, me punë, ka pjesa tjetër, edhe e kam agjendën e nxonit, edhe është pak e vështirë që me gjetë edhe një kohë me i thonë mi përmbush ato kënaqësitë e mia, përderisa i kam pak se të ngarkune këto pjesë. Ama
risi ka me pas, është normale. Duhet e menaj Rina Balaj, me Labdin, me këta që sa për i përmenda, ke mendu na e për shumë një abu një pjesë të refrenit? Nëse më kishë ofru mundësia me bo një duet, për e thëmë kështu realisht, me bo me dikon të stradës, është Rina Balaj. E para, mos të një ashtë të fillit se tash ka shumë artistat që për një me më pëlqenë, edhe realisht artistat sot që i ngoj, nuk është asë një që së më pëlqenë, se cili është ma i mirë se tjetërin në atë zhandrin e vetë muzikës. Amo se qka më pëlqenë ma shumë të Rina është se ka një farë stilit veçant, e ka një stil të mirë.